Përfundoi edhe zyrtarisht donacioni i shumë komentuar që dyshohet se vjen nga Serbia në Tetov. Ky donacion në vlerë prej 800.000 eurosh përfundoi sot dhe me këtë donacion është renovuar ish medicina e vjetër, apo tani gjimnazi Kiril Peqinović. Gjatë deklaratës së tij për këtë donacion, kryeministri Mickovski kishte vërejtje për ngrohjen dhe tha që të ndryshohet për të kursyer energji elektrike. Јас само сакам да го изразам своето задоволство од ова што денеска го гледаме. За само неколку месеци, навистина силна посветена работа и тоа што тогаш можеби делуваше невозможно, денеска е возможно, реално. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот, на советниците од општина Тетово, кои што го поддржаа овој проект, да се заблагодарам на Министерството за образование, на сите оние кои што се добронамерници за Тетово и тетовчани и што изминатиот период се дел од, би рекол, многуте проекти кои што се реализираат во општина Тетово. Kreu i Tetovës tha se ky donacion, i cili, siç thash, dyshohet se vjen nga Serbia, do t'ju shërbej tetovarëve. Ai tha se ky donacion është për të mirë të nxënësve të cilët do mësojnë në këtë shkolla, por pa e përmendur as pak serbi. Të nderuar përfaqësues të medjave, të dashur qytetarë, të dashur nxënës, sot këtu bashkë me kryeministrin, ministrin e arsimit, ministrin e ekonomisë, deputet dhe funksionar të tjerë, arsimtar të kësaj shkolle, jemi këtu për të promovuar përmbilljen e punimeve në këto dy objekte të rëndësishme të shkollës së mesme të gjimnazit të Tetovës. Ajo që për dika para 4 muaj duke një iluzion, që duke një premtim i rem parazgjedhor, sot është bërë një realitet. Një shkollë që ka qenë, apo një objekt shkollor që ka qenë një ikon për Tetovën, për një periudhë të gjatë u la në harres dhe po shkatrohej dal nga dal dhe duhej që të jetë angazhimi i kryeministrit Mickovski që ky objekt shkollor sot të ketë këtë pamje të bukur, këtë pamje moderne. Edhe pse kreu i Tetovës nuk u ndal në pyetjet gazetarëve, ne kemi t'i parashtrojmë dy pyetje. Si ndjehet sot kur ka përfunduar ky donacion, i cili vjen nga Serbia, dhe a do të vazhdoj kreu i Tetovës që të ndryshoj planet urbanistike të Shikjellakut dhe Daka Davidović, gjithsesi si e komenton ai investigimin e Fokusit për Dajxhan Rakit.